Kjo gjykatë në vazhdimsi është duke faktu që formën dhe se si është kriju. Ne vazhdojmë të kundërshtojmë, ne vazhdojmë qëndrimet tona që kërkesa jonë edhe atëherë edhe tani ka qenë që të zhbedhë një gjykatë e tillë, në formën se si u kriju, kur e din që mbi shpifjet e një raportit të Dik Marti është kriju dhe asgjë nuk është faktu, nuk është provu nga ajo që është pretendu dhe në momentin që nuk është faktu ajo për çka është pretendu, kjo gjykatë është dashur të jetë inekzistente. Dhe edhe kjo gjykata speciale, do të faktoj të paqenonat dhe do të dështoj se gjithë gjykatat paraprake që kanë ardhur dhe janë instaluar në Kosovë në emër të drejtësisë dhe në vazhdimsi kanë bërë pa drejtësi dhe mendoj se gjithë ata duhet që ndrojnë krenar pse mbahen padrejtisht në Hagë, se ata kanë qenë antar udhëhec dhe bars projektit më të madh për mosës kombëtare, siç është lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Faktikisht që lajmi i mirë ishte që u liru Zoti Haradinaj, por edhe një çështje duhet të them që lufta e drejtë dhe e pastër është faktuar edhe në gjykatën ndërkombëtare në tribunalin e Hagës me rastin Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limen dhe ne ju bëjmë thirrje edhe institucioneve tona që mos rrinë duar kryq, sepse është dashur ta ngritin zonën mbi ato pretendime që është thy lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që është thy populli dhe kombi shqiptar. Uroj sa më shpejt lirohen, sepse kjo është një gjykatë politike, pretendimet e saj kryesore janë që të njollos luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që të barazoj me gjithë ato që ka bërë ushtria dhe policia serbe në Kosovë, dhe nëse këto institucione nuk mund ta zhbejnë këtë gjykatë, mendoj se ligjin për dhomet e specializuara është dashur të ndryshohet dhe me të vërtetë të hetohen ata të cilët kanë bërë krime dhe jo të shëtisin vlerëshëm edhe në Kosovë dhe gjeti.